Për të disa të herë, mjekët bëhen barikade e parë e shkarkimit të mllefit të pacientëve për gjendjen e rënduar në spitale dhe mungesën e barnave. Pas zonës së ushtruar ndaj mjekut kirurg në Durrës nga familjari një pacienti për shkak të mungesës së një medikamenti, një tjetër mjeke e njohur në Tiranë ka rënë prej dhunës. Silva Celiku, mjeke në shërbimin e onkologjisë, është dënuar nga një paciente. Pacientët thonë se shkak të një agresioni të tillë janë kushtet në të cilat ndodhen institucionet spitalore. Shërbimi, besoj, nuk është shumë korrekt. To keq kuptimet duhet jenë. Duhet një çik më mirë shërbimi. Bluzave të bardhave duhet një çik më shumë se edhe më shumë shkojnë ke leku. Njerëzit janë shumë të nervozuar. Është një kaos. Vjem në spital, vjem u kullu, nuk ka bana në spital. Doktorit të çon ke farmacisi ku është i lidhur me ta. Në shërbimin e onkologjisë në QSUT puna vjen normalisht, por mjekja Silva Celiku nuk është paraqitur në punë në kushtet e një tronditje të thellë morale dhe shpirtërore. Në një bisedë telefonike për Ora News, ajo thotë se njihte pacienten, pasi prej kohësh po bënte kimioterapi. Ajo mohon të ketë patur konflikt me këtë paciente. Situatën e ndodhur mjekja e quan si cënim të rënd të figurës së saj dhe punës shumëvjetësare. Një dëshmitar tregon këtë version të ngjarjes. Pas një skandal që nuk e di se si u ndodha, nuk e ndoqët tërë skandalin, po pash goditje me doktoreshës, që hyri brenda, pash doktoreshën që që goditur këtu. Është gjuna për këta mjekë. Pas kësaj ngjarje, një pjesë e mjekëve kirurg nga disa shërbime ndërprerën operacionet e planifikuara, ndërsa mësohet se do t'i drejtohen Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kryeministrit me një peticion për ruajtjen e dinjitetit dhe figurës së mjekut.